Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Mësimin e kalum e fillum me një hadith të gjatë. Hadithi i transmetuar nga prisi besimtarve Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, ku tha: një ditë për ditësh kur ishim duke ndenjur me profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, kur na befasoi në xhami, na befasoi i person i cili hyri dhe rrobat i kishte të bardha, të pastra, shumë pastra, flokët e zej. Erdhi dhe u ul gjumë me profetin alayhi salatu wassalam, pra i puthiti gjujtë e tij me gjujtë e profetit alayhi salatu wassalam dhe e pyeti: "O Muhammed, çka është imani? Çka është besimi? Më thojza, në çfarë gjoje beson robi? Çfarë po beson?" Dhe përmendëm që thot profeti alayhi salatu wassalam: imani, besimi është të besosh në Allahun subhanahu wa taala, në melajket, në librat, në profetët, në kaderin dhe në ditën e gjykimit. Caktimi, kaderi. Pastaj i thot, të vërtetën the, edhe këtu u habitën. Domethënë si ka mundësi që ta pyesë edhe t'ja aprovoj thënien. Pastaj edhe ndalum pak ke çështja e imanit në përgjithësi. Pastaj i thot: "Po mirë, më fol mu për islamin. Çfarë është islami? Çka është islami?" I thot profeti alayhi salatu wassalam: "Islami është të dëshmosh, të thuash dëshmin. Të dëshmosh do të thonë me gojë, që nuk ka Zot, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i tij, rob dhe i dërguari i tij. Të falësh namazin, ta agjërosh Ramazanin, të japësh zakatin dhe të kryesh haxhin nëse ke mundësi." Përsëri i thot, të vërtetën the. Edhe këtu habitën. Përsëri u habitën, do të thonë edhe pyetje edhe. Kur themi neve besimtar, çfarë je? Jam besimtar musliman ose jam musliman. Iman, Islam, të dyja janë një. Mirë, po këtu profeti alayhi salatu wassalam do shikojmë që i ka ndarë në bot kuptim. Kur u pyet për imanin, për besimin, përmendi gjëra që kanë të lidhje me zemrën, me besimin, me bot kuptimin tat. Unë besoj në Allahun subhanahu wa taala. Besoj në melajket, besoj në profetët. Pa kena pa në gjo profet? Kena në portret profeti neve? S'kemi. Çështja e kaderit e çeft, nuk e konceptojmë dot aq thellë, domethënë si është çështja e caktimit. Po ashtu dhe ringjallja, dita e gjykimit. Koncepte jashtë asaj logjikës njerëzore momentale. Mirë, po neve përmendëm ka ana imanit sepse se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili na i ka përcjell neve, na ka dhënë neve informacionin që neve duam. Zoti i gjithësisë. Gjithçka. Edhe hasha i thon, kurse si nuk ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala mos të thotë të vërtetën. S'ka shanse. Sa është i pasur nga çdo emet. Dhe kur shikojmë ke ana e islamit, neve do shikojmë gjëra të cilat janë vepra që njeriu i bën punë. Kush janë këto punë? E para dëshmia, jo thjesht ti me menjen tate po beson, jo, edhe e deklaron me gojë. Ti po e deklaron la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ti po e shpreh, po e thu, po e shpalos. Edhe kjo, domethënë duhet nuk jo thjesht të rri besimi në zemër, po do tregu, do ekspozu besimi jot, dëshmia. Prandaj dëshmia është e madhe. Pra neve dëshmin mundohemi t'ju mësojmë çdo kujt. Thuajmë Allahu është Zoti im. Besojmë ke Allahu subhanahu wa taala, ke Zoti i gjithësisë. Thuajmë që Muhamedi është robi i dërguar i tij. Mundohemi që ta shprehi, sepse është deklaratë, është e dëshmuar. Në zemër unë nuk ta hap dot zemrën. Ama deklaratën unë ta besoj. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, një qet
do të thonë, në një përleshje, uzu njëri nga pala tjetër, nga armiq të themi, uzu në befasi, uzu keq. E çfarë tha? Tha, unë jam musliman. Unë jam musliman. Shpalosi islamin. Njoni u tërheq, tjetri e vrau. Mirë po ku ja thënë profetit alayhi salatu wassalam këtë gjë, tha, a ja hape zemrën se i tha u justifikuse, e tha për shpatës, pa shpatën, e tha unë besova, jam musliman. Si puna juaj. Çai tha profeti alayhi salatu wassalam? Përderisa ai e shprehu me gojë, i tha, a ja hape zemrën ti që ta shohësh që ai kam çefi gjë tjetër këtu mrena? Pra shpalosja është diçka e madhe, shpalosja. Pastaj falja e namazit. Jo falja thjesht, lëvizjet që bëjmë neve. Nuk është thjesht ajo lëvizje. Sepse namazi, kur hym thellë, është ajo lidhja më e fortë me Zotin e gjithësisë. Sepse aty ke të gjitha format e përkushtimit. Kur shohim edhe në filma kur i qisin, kur qisin për adhurimin, çfarë qisin për adhurim? Respektin për uljen, shtrimin tokë. Ne kena në formën më të mirë. Qëndrimin para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj për uljen me ruku. Pastaj forma akoma më e madhe me sejdë. Gjë madhështore që nuk i takon vetëm se kujt? Zotit të gjithësisë. Edhe zemra është më e qetë kur ajo besimin e vet ja dedikon të plotfuqishmit. Ai që e meriton atë adhurimin, e meriton për ulje, Zoti i gjithësisë. Imagjino kjo lidhje nëse neve e ndjejmë që jemi duke qëndruar para Allahut subhanahu wa taala. Si do jetë gjendja jonë kur neve falim namazin edhe e ndjejmë se jemi duke qëndruar para Zotit të gjithësisë. Lene më nëse do zgjerohena më shumë, do të thonë se sa ndikon namazi në rregullimin, kur falet ashtu si duhet, në rregullimin e jetës së robit, praktikës së tij jashtë xhamisë. Në xhami po edhe jashtë xhamisë. Pastaj dhënia e zakatit. Pra Allahu subhanahu wa taala ka obligu që me nxjerr nga pasuria robi kur ka arritur një kohë të caktuar, pastrim për zemrën. Njeriu anon ke dështrëngumja. I kam paston në 41. Nuk shikon 39 që e ka ke thesi. Shiko atë 1 që e nxorri. Aty rri menja. Kjo nuk shef se ka 39 milion aty. Po shiko atë 1 që dha, a kupton? Në 41, a kupton? 1 i vretësyun, ama ajo tjetra nuk ja vretësyun. Pra pastrohet zemra. Lene atë kur ti jep i afrohesh Zotit me bujarin dhe Allahu subhanahu wa taala është më bujari. Është më bujari Zoti i gjithësisë. Dhe kur ti munohesh duke e bën një gjë të tillë, pra afrohesh ka ato cilësi veçori që Zoti me madhninë e vet i don. Nuk do të ndalojmë më thellë tek mirësia që ka e dhënia. Pastaj agjërimi i Ramazanit. Për kushtim, pastrim. Zoti me madhninë e vet bëri, domethënë që një muaj me kalendarin honor 29-30 ditë të agjërohet. Jo 24 orëshi. Dita, pjesa e ditës nga hyrja e agimit deri ke hyrja e akşamit. Pastrim. Po jo thjesht më ndërprej nga ushqimi e nga qefi, po qëllimi është që të ndërpritemi nga veprat e liga. Nga shamja, nga ofendumja, nga bërja keq, gjitha këto. Sepse gjatë këtij agjërimi, sikur je në namaz, që nuk lejohet në namaz të bësh lëvizje, të folësh, të rish duke u sorollat sa nekni, thush në fjalët, përgjigjesh tjetrit, edhe gjatë agjërimit, neve na lejohet me fol me komuniku me të gjithë, po ama privohena nga harami, që ta ruajmë këtë mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe e fundit është kryerja e haxhit. Vizita e Ka'bës madhnueshme. Ku ai person i cili e kryen haxhin ashtu sikur se duhet, pa fol pis, pa me duke durus atje, gjë lloj robi, të cilët mund të nxjerrin nga vetvetja, mirë po ti duron me përkushtim se ti ke shku. Alayhi salam. Ti ke shku me ju përkushtu Allahut subhanahu wa taala. Atëherë si del robi?
del si kur ka lindur nga nona, nga barku nonës. Do më thonë qelibar, pasi gjuna. Ma gjuna që mirësie, një herë mjetë, pra atë që ka mundësi. Pra këtot pesa që i ka përmend i dashmion alayhi salatu wassalam, ke emri, emërtimi islami, janë ana praktike e islamit, vepra. Kemë imanin, mirë po, ku e di unë se ti je besimtar? Ku e di unë? Ti thonë jam besimtar. Ku duket ajo besim? Alayhi salatu. Ku duket besimi? Besimi duket ke vepra. Kur ti dukesh në xhami duke u fal. Kur ti kur agjëroj muslimanët, ti agjërosh me ta. Kur ti ke mundësi shkon kryen vizitën e Qabës, kur ti bë vetëm pra të mira, jep sadaka, sillesh mirë, këto veprat shpalosin imanin. Pra patjetër janë të dyja bashkë. Imani pa vepra, domethënë çalon. Nuk qëndron si duhet. Ama kur e vepron, domethënë ti vërtet e ke një bindje në veten tate, mirë po mundohesh ta ekspozosh me veprën, jo ta ekspozosh veprën që më mba njerëzit. Po ama Zoti me madhninë e vet don prej robit që të bëj prej veprave të mira. Sidomos prej ajkës së tyne që janë këto bazat që tham neve, thënia e dëshmisë, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Me kaq po ndalojmë. Mësimin tjetër nesër inshallah do e plotësojmë edhe pjesën tjetër të hadithit. Tani, neve fillimisht morëm zanoret. Alayhi salam. Morëm e para u lexonte shumë bukur. Mirë, po morëm disa gërma që u lexonte me to? Apo jo, morëm disa gërma, thashti do i përsërisim. Pra, ajo shqiptohet dhe ka gërma që shqiptohet që nuk i kemi në gjuhën shqipe, bashkëndore nuk i kena në gjuhën shqipe, shqiptohet shumë bukur. Viza poshtë, që shkruhet poshtë gërmës, u lexonte i. Dhe kjo u lexonte u. Ija, i zbresim pak buzët poshtë, i më e pastër, dhe kjo e rrumullakosim, themi u, që dali u e qartë, shumë bukur. Tani, morëm këtë gërmën e parë dhe thamë që kjo gërma do shqiptohet me shqiptimin e zanores. Atëherë do themi bravo, jo a. Do themi Do themi, shife ka dy forma. Themi i. Themi, po pra, hemzeja. Themi u, shumë bukur. Kjo me pikën poshtë ishte? B-ja, shumë bukur. B, shife, kumbuse. B, kumbuse, B. B-ja, kur merrte vizën sipër, e lexoshim? B. Kur merrte vizën poshtë? Dhe. Me këtë, themi, bu. Shife, forma, fillimi, mesi, fundi. E njëjta gjë, me dy pika sipër, çfarë ishte? Ishte t-ja, shumë bukur. Themi? Te. Themi? Ti. Themi? Tu. Shumë bukur. Dhe po njëta, po me tre pika? Thëja. Shife, ka një dhëmz. Se do na vi një form tjetër me tre dhëmza, që mos ta ngatrojmë, ta fiksojmë kena një dhëmz. Në rregull? Kjo është thëja, e lexojmë? The. Themi? Thi. Themi? Thu. Shumë bukur. Shife? Themi? Ebe? Ti. Shumë bukur. Kjo me tre pika? Thu. Thu bi? Thubi, te. Themi? Ethi? Ethi? Bu. Marëm që i edhe këtë. Shumë mirë.
Iku dhe kjo. Morëm këtë formën me pik, çfarë ishte? Gjëja, gjaketa, gjagji, gjë, jo gjagji që ka cof. Gjëja. Shife, hikën ky qafa, themi neve, dhe bëhet gati të lidhet, themi? Gjë. Ha? Pika poshtë, themi? Tani, ke fundi do kthehena me formën origjinale, po e lidhur. Themi? Gju. Shumë bukur. Po si kjo, po e kemi pa pik. E kemi pa pik, themi? Shiko? Si e shqiptum neve? E shqiptum me a, sepse është e veçantë dhe ëmbël. Këtu, ke fyti? Themi, shife? Ha. Në mes, hi. Hi. Pa u shtrëngu, lehqëm dhe themi hu. Hu. Shumë bukur. Dhe e fundit, ne të fundit nuk e kemi marrë. Apo ja? Njërën nuk e kemi marrë. Kemi një të tretë si kjo. Një të tretë si kjo. Shikojni këtu. Kjo, ku e ka pikën? Poshtë. Kjo s'ka pikë. Kemi këtë formën tjetër me pikën lartë. Me pikën lartë. Kjo do shqiptohet me qerje, ke fyti. Ke parasy, tashti herdi dhe dimri, tashti duhet ta shqiptojmë më mirë neve. Kjo me qerje, ke fyti. Ke parasysh kur ke problem këtu dhe do të nxjerrsh, themi ha. Shef? Kjo ëmbël, ha. Shif? Ha, ëmbël. Kjo? Ha, shumë bukur. Atëhere, shiko? Me vizën sipër themi? Pika, kujdesni pika, themi? Ja. Si themi? Ha. Shife, kjo, e kena në gjuhën shqipe apo është e veçantë? E veçantë, i vejmë njollë. Këtë, e kemi në gjuhën shqipe apo është e veçantë? Është e veçantë, i vejmë njollë. Këto me njollë, neve do i shqiptojmë me qëfar? Me a. Atëherë themi? Ha. Shife? Kujdesni këtu, më një gjoni mu. Me i në themi hi. Shumë bukur. Hi. Dhe me unë do themi hu. Normal. Hu. Atëhere, shife. Kjo u shqiptonte? Ta shti të ndajnë. Si shqiptohet kjo? Po kjo? 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 E omëla. Pa pik. Hi. Otrimi. Themi? Hi. Dhe themi këtu? Hu. Ashtu. Themi hu. Kjo si u shqiptonte? Po kjo? Kjo? Me e apo me a? Tani të morim ca fjalë. Shifni, me kujdes. Kjo ëmbël, themi ha. Shife kjo me pik poshtë, themi edhe herë. Bravo, hajibe. Kjo be. Beje ha. Themi te. Si themi? Te gjibu. Shumë bukur. Shife? Kha. Khabu. Khabu. The. Shumë mirë. Sa me marë një fjalë. Jena mreju? Shumë bukur. Atëhere, ti shkruajmë që na ngelin pak këto.
Kjo ishte gjëja? Gje. Gji. Gju. Kjo e ëmbëlta? Tham? Ha. Hi. Dhe hu. Kjo me pik ishte me qjerje. Themi? Kha. Khi. Dhe hu. Qartë, shumë bukur. Iku dhe kjo. Nëse ka ndonjë gjë që neve nuk e kuptojmë, ta rikthejmë, sepse mund të pyesim. Kurse ata që e ndjekin të inqizuar, rikthejnë shiritin. Nuk është problem. Shifni tani. Nese, të mëdhejtë, se të vegjlit nuk kanë lujt në i herë. Plumqe, si krab e vogël këshu. Shife? Op, ka herë, vejnë lastikun, edhe bëjnë si krab shu edhe gjujnë. Trak, bëjnë letrat ashtu, ha? Ke bo letra ashtu ti edhe gjujnë a herë, sa mirë. Shife këtu? Shife? Kjo. E mbyllur. Op, kjo është dëja. Çfarë është kjo? Dëja. Prit ta bëjmë të kuqe këtu, që është dë. Dëja, shif e fort. Bëja shqiptohet fort, bë. Gjëja shqiptohet fort, gjë. Edhe dëja është e fort, themi dë. Themi dë. Dë. Urdhë? Jo, nuk thash da. Thash dë. Se i bie me thonë në rusisht, pastaj po. Da, në rusisht i thonë po. Dë. Themi dë. Sa mirë. Shife këtu. Kjo form është si kjo, shkruhet vetëm me 2 forma. Jo 3. Shife kjo ka 1, 2, 3. Kjo ka vetëm 2. Pra nuk lidhet. Për shembull, nëse unë dën, do e bashkoj me hemzen, me këtë, do e shkruaj dën, pastaj këtë. Shife, themi D-E. Mas kësaj du të shkruaj dhe bën, e shkruaj të ndabe. Themi D-E-B. Shumë bukur. Pra nuk bashkohet. D-ja me gërmën që vjen mbrapa. Se do e morim përsëri këtë shembull. Ja D-ja. Nëse dua ta shkruaj në mes, vetëm lidhet këndej. Jo nga para. Në rregull? Pra, nëse ti e shikon këtë, mirë po e ke të bashkuar me diçka tjetër për shembull, dije se kjo nuk është D-ja, sepse D-ja nuk bashkohet. Atëherë themi D-ja me vizën poshtë, di, dhe me këtë sipër themi du. Për shembull, themi gjë. Kjo e omërta? Gjë, ha, shife? Op. Gjahade. Pa e zjatur? Themi gjahade. Shese mu? Themi shife? Këtë që morëm shpar? Themi? Dhe. Dhe e? Dhe e be. Shumë sakt. Do marrim edhe një që mos ta zgjate. Po si kjo D-ja, kemi një formë me pik. E kemi me pik. Shife? Op. Pika sipër. Dhe kjo është shkronja dhe e lehtë. Dhe e lehtë. Themi? Dhe-ja. Dhe. Dhi dhe dhu. Shikoni këtu. Marim? Themi? Kujdes. Kjo me pik, me qerje. E kha. Shumë bukur. E kha dhe. Shumë bukur. E kha dhe do të thot mori. Mori. Sa mirë? E kha dhe. E para. E para. E para, gërma parë.
Gërma parë. B, ja thuje më. Me zanoren. B, e dyta. Bada. Shef sa mirë? Ha? Bada. Pra, tani u bon 1, 2, 3, 4, edhe 3, 7, edhe 2, 9. Dhe ishtë tashi kemi marë 9 gërma. Urdhë? Kena dhe 20. Shumë bukur. Nese, ne do i marrim në këtë mënyrë. Do më thonë, duke marrë gërma, duke marrë edhe fjalë që t'i bëjmë praktik. Besoj se jena më mirë kështu. Allahu ju ashtë përbleft. Taksirat.